Sot të gjithë po flasim për nisjen e Big Brother VIP Kosova 4, ku pritet me pas shumë surpriza. Edhe pse shumë prej shikuesve që veç e ndjekun këtë show janë ende të lidhur me edicionet e kaluara, ku shumë ish banor kanë mbetë kështu në memorjet e tyre, po çfarë pritet me na sjell kjo sezon. Me u ndal fillimisht tek shtëpia, shihet që kësaj here produksioni i Bigut ka guxuar kështu shumë me ngjyra, ku pritet shtëpia me qenë me ma shumë ngjyra neon, mi krahasu me sezonet e kaluara. Edhe pritet të jetë ma e gjerë, ma e madhe, ku një risi që mund të them që nuk ka qenë në shtëpitë e kaluara, në edicionet e kaluara, është që do të jetë 2 kat. Një risi tjetër që pritet të jetë është edhe tek pjesa e panelit të opinionistëve, pra ku pritet të jetë këngëtarja Leonora Jakupi, e cila kur u përmend kështu si emër, u prit goxha mirë prej publikut, e ku bashkë me të pritet të jetë Olta Gigjari, e cila ishte edhe vitin e kaluar, e cila me mendimet e saj, opinionet që i ka pas ndonjëherë edhe të ëndshme, prap i ka pëlqy publikut. Por ajo që po flitet më shumti është pjesëmarrja e Iqbale Hudutit, gruaja e parë me mbulesë që hyn në Big Brother në trojet shqiptare. Thuhet se produksioni e ka përgatitur një dhomë të veçantë fjetje për shkak të rregullave fetare që ajo ndjek. Tani nuk e dim si mundet me prit kjo pjesë, a kanë me kundërshtu banorët e tjerë se po e veçantojnë kaq shumë Iqbalën ose si mund të më pritet në rrjetet sociale, pritet me pas sot. Por në historinë e Big Brother, a ka pas ndonjëherë një grua që ka qenë me mbulesë dhe ka marrë pjesë në këtë show si Big Brother? Ka pas, por kanë qenë raste më të rralla. Në Filipine, Alaya Antopina u bë gruaja e parë me mbulesë që hyri në Big Brother. Gjithashtu një rast i ngjashëm është parë edhe në Big Brother Izrael, ku një konkurrente muslimane palestineze ka marrë pjesë dhe ka qenë pra me mbulesë. Por për publikun shqiptar, kjo është hera e parë që po ndodh diçka e tillë, edhe për këtë u komentu edhe aq shumë. Produksioni Big Brother VIP Kosova në veçanti me atë të Shqipërisë gjithmonë është veçu për pjesëmarrjen ose për këtë miksin e karaktereve që i bojnë të banorëve, ku po besoj që edhe këtë sezon ka me qenë flak kjo pjesë, pasi mi krahasu vitet e kaluara, e kena pas një Edona James, e kemi pas Shqipe, një karakter shumë ndryshe. Edhe vitin e kaluar, Gjestin, Xuxin, ka pas shumë banor që ka ndalu edhe prej moshës, po edhe prej karaktereve që i kanë, edhe kjo e ka bu ma interesant Bigon. E shumë banor të tjerë janë përmendur që do t'hyjnë, për shembull si Benita Zena, Londri Mekaj, Bejta, e shumë të tjerë, edhe influencera, këngëtar, aktor, që sot pritet në ora 9 me u zbulu. Me nisjen e edicionit të 4 të Big Brother, synohet jo vetëm me rikthyer emocionin e spektaklit, po edhe me vendos standarde të reja në televizionin arktues, duke e bërë një nga temat që do diskutohen më së shumti këto javë në media, gjithashtu edhe në rrjetet sociale.